Dolce provokon duke e kafshuar në vesh Edin. Dolce dhe Edi kanë shijuar mëngjesin në krahët e njëri tjetrin. Ishte Dolce ajo që e përqafoi Edin dhe në një moment edhe i kafshoi veshin. Kështu e dua mëngjesin unë, tha Edi. Me afërsinë e dyshes duket se po krijohet një qift në Big Brother VIP Kosova 4. Big VIP Albania ju ka informuar dje se Edi dhe Dolce janë e qifti i parë i Big Brother VIP Kosova sezoni 4. Ja çfarë u tha dje. Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, raporti mes Edi dhe Dolces duket se po bëhet gjithnjë më i ngushtë, duke hapur rrugë për dyshime të forta se mund të ketë ndodhur puthja e parë e këtij edicioni. Në një video që po qarkullon në rrjetet sociale, dyshja shihen të shtrirë shumë afër, në krahët e njëri tjetrit, duke krijuar një atmosferë intime që ka ngritur menjëherë reagimet e publikut. Në një pamje tjetër, Edi dhe Dolce shihen sërish të afërt, duke u ledhatuar me butësi. Në një moment, Dolce dëgjohet duke i thënë Edit: "Të rrim këtu me tërë këtë torturë." Pas kësaj fjale, ajo ndalë së foluri kur Edi e shikon nga afër dhe momenti duket sikur përfundon me një puthje. Edhe pse këndi i kamerës nuk e konfirmon plotësisht. Menjëherë pas afërsisë, Dolce i thot: "Ik se na doli zemra vendit." Ndërsa Edi, duke kuptuar se janë në vëzhgim, vijon: "Një send jemi duke harruar shumë" dhe bën me dorë drejt kamerave, duke nënkuptuar se shpesh humbin kontrollin e faktit se çdo moment i tyre transmetohet. Ky moment tashmë është bërë viral dhe ka ndezur debatin në rrjete, ndërsa publiku pret të shohë nëse produksioni do të sqarojë në prime nëse ka ndodhur vërtet puthja e parë këtij sezoni. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.